Ndeshje vështirë, ndeshje luftuar shumë, ekipi jon bëi një ndeshje të mirë, patëm shumë raste për gol, edhe ekipi Shirokës ishte një ekip shumë i mirë, solid, po me pak fat neve dilnim me një pikë ose duke shikuar ndeshje mund të minim edhe 3 pikë. Është pjesëmarrje e parë e skuadrës Shirokës në kategorinë e dytë. Ju jeni tashmë një skuadër me shumë përvojë dhe u pa qartë që skuadra Naftarit me këmbgulje të shumta, sidomos në pjesën e dytë, i kishte gjithë mundësi të arrinte golin e barazimit. Projekti i skuadrës Naftarit në vazhdimsi? Projekti i skuadrës Naftarit në vazhdimsi është që këtë vit është të kapni pjesën e parë, play-offin, kurse vitin tjetër është pa diskutim gjitja në kategori më lartë është dhe 100 vjetori i ekipit të Naftatarit. Ju urojmë suksese në vijimsi juve, në veçanti si kapiteni i skuadrës Naftarit, një skuadër me shumë përvojë dhe sukses edhe Shirokës. Sukses edhe Shirokës, është një ekip që është i ri, inshallah edhe ata mbasi arrin pjesën e parë, një ekip solid që ishte, suksese shumë.